Ndërmjet në qeveri, Rama shkarkon disa ministra dhe riemëron të tjerë ja lëvizjet e bujshme. Ndryshime të rëndësishme janë bërë në qeveri. Raportohet se kryeministri Edi Rama ka vendosur të shkarkojë disa prej ministrave të kabinetit të tij, duke sjellë një rikonstruktim të gjerë në disa prej dikastereve kyçe. Sipas informacioneve, ndryshimet përfshin disa poste të rëndësishme, mes tyre Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Ministrinë e Brendshme, Drejtësinë, Mbrojtjen dhe Ministrinë për Marrëdhëniet me Parlamentin. Ndryshimet në qeveri. Belinda Balluku largohet nga detyra dhe zëvendësohet nga Enea Karakaçi, i cili merr postin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjetikës. Albana Koçiu zëvendëson Belinda Ballukun në detyrën e zëvendës kryeministres. Besfort Lamallari emërohet ministër i Brendshëm duke zëvendësuar Albana Koçiun. Tani Gogu merr postin e Ministrit të Drejtësisë duke zëvendësuar Besfort Lamallarin. Ferit Hoxha emërohet ministër i jashtëm, ndërsa nga detyra largohet Elisa Spiropali. Ermal Nufi merr detyrën e Ministrit të Mbrojtjes duke zëvendësuar Piro Vëngun. Eriona Ismaili emërohet ministre për marrëdhëniet me Parlamentin duke zëvendësuar Toni Gogun. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.